kemi hyrë një moment kyç, në fakt, për shkak të vlerësimit që i bëhet grup kapitullit parë, që është dhe grup kapitulli kryesor, që ka të bëjë me çështjet themelore, për cilin ka një raport i ashtu quajtur IBAR, ku janë vlerësuar të gjithë piketat e ndërmjetme, pra se çfarë ka bërë Shqipëria nga hapja në tetorin e 2024-s e deri më sot për këtë grup kapitull, i cili u hapi pari, dhe vlerësimi pozitiv mbi të, i cili është diskutuar në Komisionin Evropian dhe i është çuar tashmë vendeve anëtare, do të thotë që ka një vlerësim të mirë për reformat e bëra nga Shqipëria, dhe me miratimin e këtij raporti, që së Mendes është miratuar, hapet rruga për të mbyllur kapitujt negociatave. Dhe Shqipëria ka avancuar në disa prej tyre, që janë afër mbylljes, dhe sigurisht kjo çon një sinjal akoma më pozitiv për procesin dhe për ecurinë në tërësi të reformave në Shqipëri. Lufta kundër korrupsionit është një nga pikat kyçe, do thosha, të gjithë procesit, pjesë e grup kapitullit parë, edhe ai është ajo pikë ku ka dhe më shumë kërkesa nga Bashkimi Evropian dhe nga vendet anëtare. Ka pasur sigurisht zhvillime pozitive, siç ne gjithë e dimë, për shkak të reformës drejtësi, ndjekjes profileve dhe të larta politike, por kërkohen më shumë rezultate. Dhe kjo do të jetë refreni deri në momentin e anëtarësimit.